أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أما بعد Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begatim, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Para se me fillu lutim Allahun që vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, të cilat mbron shteti artificial sionist i Izraelit i ka bombardu, Allahu t'i ketë pranu dëshmor dhe t'i ketë strehu në mëshirën e tij. Allahu inshallah i shkatron shtetin artificial të Izraelit, sionistët jehud të cilët nuk po japin rahati palestinezëve në Gaza, mirë po nuk po japin rahati mbar muslimanëve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Me lejnë Allahut do të mundohemi të flasim disa fjalë në lidhje me vdekjen dhe fundin e mirë. Kur flasim për këtë temë, nuk kemi qëllim friksimin apo demoralizimin e xhamatit dhe dëgjuesve, përkundrazi kemi për qëllim përkujtimin dhe tërheqjen e vërejtjes për të përgatitur për këtë moment. Sigurisht që ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin", dhe përkujto, vazhdo me këshill, pasi që këshilla ju bën mirë besimtarëve. E fjalët më të mira për të përkujtuar dhe për të këshilluar njëri tjetrin janë fjalët e Allahut, janë ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an flet për vdekjen dhe ndarjen nga kjo botë në disa vende. Në një ajet thot kështu: Kullu nefsin dha'iqatul maut, thumma wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe do t'i merrni shpërblimet në ditën e Kiametit. Kush shpëton nga zjarri dhe hyn në xhennet, ka shpëtuar dhe ka fituar, dhe jeta e kësaj bote nuk është asgjë përveç se një përjetim mashtrues. Nga ajeti na dalin në pa disa të vërteta që e presin çdo njërin prej neve. E para, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Herët apo vonë, këtë shpirt që na e ka dhënë Allahu do të na e merr. Shpërblimet dhe dënimet do t'i marrin në ditën e gjykimit. Kush që ka punuar do ta merr shpërblimin e punëve të tij. Porosia e tretë që del nga ajeti është se kush shpëton nga zjarri dhe hyn në xhennet ka shpëtuar. Kush hyn në xhennet ka arritur suksesin dhe Allahu është i kënaqur me të. Porosia e katërt është për kujtim se jeta e kësaj bote nuk është asgjë vetëse një përjetim mashtrues. Njeriu në këtë botë mashtrohet, mundohet, angazhohet dhe në fund duhet të ndahet prej saj. Andaj Allahu na e bën me dije se kjo botë është kalimtare dhe mashtruese, sikur dëshiron të na thotë se kujdes se këto vitet ikin dhe vjen dita kur duhesh të largohesh. Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve më kapi për shpatulla dhe më tha: Kun fit dunja ka annaka gharibun au abiru sabil, bëhu në këtë jetë
sikur të jesh një i huaj ose udhëtar. Me këto dy fjalë të shkurtra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte këshilluar këtë sahabi dhe të gjithë neve. E para, që në kupton, do thotë të jesh i huaj, sillu sikur të jesh i huaj, dhe kur je i huaj diku, nuk ndjehesh komod, me nxipret largimin nga ai vend. E dyta porosi që kuptohet nga hadithi, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose bëhu si udhëtar, ka për qëllim dije se je i përkohshëm. Asnjë udhëtim nuk është i përhershëm dhe ne në këtë botë jemi udhëtar dhe stacioni i fundit për neve është ahireti. Udhëtari kur del në rrugë me vete merr vetëm gjërat që i duhen dhe gjërat që i nevojiten. A e keni pa dikë të merr komplet shtëpinë me vete, të gjithë pasurinë me vete, apo të merr të gjitha librat me vete? Jo, nuk i merr, nuk mundet me i marr. Edhe për në ahiret nuk marrim asgjë nga dynjaja, vetëm i marrim veprat dhe punët tona që i kemi punu. Fatkeqësisht, njeriu do më ngarku përtej asaj që mundet me e përballu. Si ngarkohet, njeriu ngarkohet me gjunahe, me mëkate, me shkelje të urdhrave të Allahut e kështu me radhë. Transmetuesi i këtij hadithi Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, për cilët se i ka thonë dikujt tjetër njëjtat fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka shtuar duke thënë: kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmjen, dhe kur të shkosh të flesh, mos e prit mëngjesin. Merr nga shëndeti yt për sëmundjen tënde dhe merr nga jeta jote për vdekjen tënde. Siç e kuptojnë pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij, gjithnjë kanë pas parasysh për laditjen për vdekjen dhe kanë punuar për momentin e largimit nga kjo dynja. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: Allahu nuk i shikon pasuritë dhe trupat e juaj, por i sheh zemrat dhe veprat e juaja. Te Allahu më rëndësi janë veprat dhe punët e jo pasuria që e kemi fituar në këtë botë, as bukuria, as fama e as pozita. Një njeri i kishte pas 3 vëllezër. Një ditë kishte dashur të niset në një udhtim dhe kishte kërkuar nga vëllezërit e tij që ta shoqërojnë. Dhe shkon te vëllau i parë i thotë: a mund të vish me mua deri në filan vendin, të më shoqërosh gjatë udhtimit? Vëllau i parë i thotë: jo, nuk mundem, kam disa punë që duhet t'i rregulloj, dhe refuzon. Shkon te vëllau i dytë dhe i kërkon që ta shoqëroj, dhe ai e refuzon dhe nuk i përgjigjet ftesës së tij. Më pas shkon te vëllau i tretë dhe i kërkon që të shkojë me të në udhtim. Vëllau i tretë i përgjigjet ftesës dhe pranon të shkojë me vëllaun e tij në udhtim, i përgatisin kafshët e udhtimit, ushqimin, furnizimin dhe nisen bashkë. Ky vëllau tash i thot këtij që erdhi me të, vëllaut të tij të vogël, thot: nga ty nuk e kam prit që do vish me mua. Edhe më pak ty të kam dashur dhe nuk të kam kushtuar rëndësi. 2 të parët e refuzuan dhe nuk shkuan me të. E i treti pranoi dhe qëndroi me të. 2 të parët që refuzuan janë familja dhe pasuria. I treti që shkoi me të janë veprat e tij. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: njeriu e përcjellin 3 gjëra. 2 kthehen dhe 1 ngel me të. Kthehen familja dhe pasuria, mbeten me të veprat e tij. Pikërisht ajo që neve nuk na intereson dhe nuk i kushtojmë rëndësi janë veprat tona. Familja jonë nuk vije me neve në varr, as pasuria, as fëmijët, as fëmijët tonë, as askush. Mos të harrojmë se ne jemi udhëtar për në ahiret, e në ahiret na duhen punë dhe vepra. Kur themi fundi i mirë apo përfundimi i mirë, kemi për qëllim ndarjen nga kjo jetë me iman, me besim në Allahun xhelle shanuhu, sikurse që thot Allahu në Kur'an: ja eyyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me dëroje të vërtet dhe mos vdisni pos si musliman. Ne porosisim gjithmonë të jemi të gatshëm për t'i adorzuar Allahun shpirtin. Pse? Që të mos na zë vdekja
në diçka që Allahu nuk është i kënaqur. Në një luftë ka qenë një njeri nga radhët e muslimanëve i cili po luftonte shumë, po luftonte fuqishëm. Pejgamberi alayhis salam e pa dhe tha: kush dëshiron që të sheh një banor të xhehenemit, tha ja ky person është banor i xhehenemit. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, natyrisht u çuditën se si mundet që një luftëtar i tillë që lufton me pasion të madh të përfundojë në zjarrin e xhehenemit. Dhe një sahabi e ndjeki këtë person derisa ai u plagos dhe pastaj nga dhimbjet e plagëve u detyrua apo bëri vetvrasje. Dihet se vetvrasja të çon në xhehenem. Edhe ky përfundoi jetën e tij me mëkat të madh, duke e merituar xhehenemin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj tha: innamal a'malu bil khawatimiha, me të vërtet punët janë sipas përfundimit të tyre. Ka përfundim që ta ndryshon jetën krejt. Si për shembull, dikush e pranon Islamin në fund të jetës së tij dhe shpëton, apo dikush del prej imanit në fund të jetës së tij dhe kështu humb në ahiret dhe shkon te Allahu si pabesimtar. Kjo është ndryshim dhe përfundim radikal, sepse veprat anulohen. Ai që ka hyrë në Islam, ai shpëton se anulohen veprat e kaluara. E ai që ka dalë nga Islami në fund të jetës së tij, edhe këtij i anulohen veprat që i ka bënë në të kaluar. Sado që ka jetu si musliman, ka jetu si besimtar, nëse vdes si mos besimtar, e pret zjarri i xhehenemit. Dhe ka përfundime që nuk janë aq me ndikim të madh. Ka dikush ka qenë besimtar i mirë po mund të vdes duke bën ndonjë mëkat, mund të vdes duke ndëgju muzikë, apo vdes duke bën gibet, përgojim. Kjo nuk e ndryshon fatin e tij, ai merret në llogari nëse ka vepra të mira, më shumë se veprat e këqija shkon në xhennet. Nëse veprat e këqija i ka më shumë se veprat e mira, atëherë pret xhehenem. Mirë po pasi të përfundoj dënimin, prap hyn në xhennet pasi është mëkatar, është gjunahçar dhe nuk është pabesimtar. Ose ka prej njerëzve që nuk kanë qenë besimtar të mirë gjatë jetës së tyre në këtë botë, nuk kanë qenë aq të përkushtuar dhe vdes duke e bën ndonjë vepër të mirë. Kjo nuk nënkupton se ai do të hyjë në xhennet apo se ai ka shpëtuar. Nëse nuk është penduar për veprat që i ka bënë kalumën, ai merret në llogari dhe në bazë të veprave ose hyn në xhennet ose shkon drejt xhehenemit. Ajo që duhet të dimë është se përfundimi i mirë është prej shenjave të mira. Dhe përfundimi i keq është prej shenjave të këqija, mirë po jo çdo herë. Padyshim është me rëndësi se si do të përfundojmë ne këtë jetë. Do ta përfundojmë si mëkatar, si besimtar, apo Allahu na ruajt si mosbesimtar. Këtë nuk e di askush, andaj ne lutim Allahun vazhdimisht me lutje të ndryshme që të na ruaj imanin dhe besimin ton, sigurisht që e lutim në namaz kur e themi surën Fatiha dhe themi ne ihdinas siratal mustaqim. O Allah na udhëzo në rrugën e drejtë. Ne jemi faktikisht të udhëzuar. Pse e bëjmë këtë lutje? E bëjmë këtë lutje që Allah të na shtojë udhëzimin, na shton hidajetin, na shton ndriçimin dhe të na shpëton në dynja e në ahiret. Janë 5 fshehtësi të cilat i di vetëm Allahu i lartmadhëruar. Allahu thot: inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Me të vërtet, Allahu e di kur do të ndodh kiameti. Vetëm Allahu e ka këtë njohuri. Pastaj thot vetëm Allahu e di kur do të lëshoj shiun. Tash meteorologët po arrin ta parashikojnë se kur do të bie shi, se kur do të bie borë, kur do të jetë koha me diell. Por ku ka për qëllim Allahu se vetëm Allahu e di pa ndonjë mjet. Meteorologëve ju duhet mjet për ta ditur sa do të bie shi apo jo. Pastaj thot Allahu e di se çka ka në barkun e nënave. Vetëm Allahu e di se a është femër apo mashkull. Mirë po kanë arritur që ta parashikojnë dhe shpesh ja kanë huqur dhe nuk kanë arritur që t'ja qëllojnë gjinin
që gjendet i fëmijës në barkun e nënës. Pastaj Allah vazhdon dhe thot, askush nuk e di çka do të ndodhë nesër, dhe askush nuk e di vendin se ku do të vdes. Shpesh e përsëris se ato se ne jemi të përhershëm në ahiret. Prandaj duhet punojmë për atje. Ti përmendim dy fakte që dëshmojnë se ne jemi të përhershëm në ahiret. Allahu neve na ka krijuar dhe na ka frirë prej shpirtit të tij dhe ka thënë: "O laqad nafahna fihi min ruhi", dhe ju kam frirë prej shpirtit tim. Ka për qëllim Ademin alayhis salam dhe gjithë njerëzit. Allahu nuk vdes kur. Allahu është i përhershëm dhe i përjetshëm, nëse na ka frirë prej shpirtit të tij, kjo nuk kupton se edhe ne do të jemi të përhershëm. Ne ndërrojmë jetë, por vdekja është një proces ku shpirti ndahet prej trupit. Pas kalimit të njeriut në jetën e varrezave, në jetën e berzahut, shpirti kthehet prap në trupin e njeriut. Dhe fakti i dytë është se Allahu nuk na ka krijuar neve për në dunja. Allahu neve na ka krijuar për në xhennet. Toka është vendbanim i përkohshëm, andaj edhe shpirti nuk gjen rahati në këtë botë. Porosia për fund do të ishte të përgatitemi për 3 takime shumë të rëndësishme. Takimin me Allahun xhelle shanuhu, takimin me melekun e vdekjes dhe takimin apo ballafaqimin me punët tona. Allah e ka mëshirën e madhe, Allah na falt dhe na mëshiroft, ata që kanë kalu para neve në ahiret, Allahu varët e tyre ju andriqoft, edhe dhe është shpërblime pa fund. Allah ju shpërbleft për vëmendjen, wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin.